proceset e brendshme. Po tash, mimozën i referona veç asaj që publikisht kemi pasur rastin, ta shohim bilëm në fazën fillestare pas certifikimit të zgjedhjeve, ambasada amerikane thuj se ka qenë heshtër në aspektin publik. Nuk janë involvuar, thuse janë inexistent në kuptimin. Madje as nuk ka pas thirrje ndallim prej ambasadës gjermane dhe franceze dhe britaneze që kanë qenë më të zëshme dhe në mënyrë të vazhdueshme, kanë bërë thirrje, kanë dhënë komente, madje kanë qenë edhe kritik ndaj lëvizjes dhe vendosin e dimish ambasadori gjerman që kur duhet ndrohet lojtari, kur bën ekipi, kur i ka pas disa formula si nga sfera e sportit për me transmetu mesazhin tek lëvizja vendosje që insistimi me vetëm një lojtar është gabim për konstituent të Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, ambasadën amerikane kemi parë të aktivizohet në masë më të madhe nëpërmjet përfaqësuesve të saj kur filluan problemet me certifikimin apo mos certifikimin e listës serbe. Do këtu e kemi parë një angazhim, një thirrje të drejtë për drejtë, që unë jam i bindur, ajo nuk është bërë rastisht, duke që ata kishin indikacione që ajo që po përgatitin KQZ për mos certifikimin e listës serbe dhe kjo në Kuvendin e Kosovës dhe thirrje të vazhdueshme për respektim të gjykatës kushtetuese. Ne pas sulmeve të presidentës ndaj gjyqtarit Llaban të nesërmen. Taj reagimi nuk e përmendën kështu listën serbe dhe përpjekjet e KQZ-s. Përmendën vetëm sulmin ndaj gjykatës kushtetuese. Nuk përmendet në intervistën e saj për Mediumin Ekspres me Sadiune, në intervistën e saj thot që ju bën thirrje partive politike që të heqin dorë nga truqet administrative dhe nga taktikat politike për t'ja pamundsu të gjitha subjekteve përfaqësimin politik. A ishte qartë që fjala ishte për listën serbe. Dhe më pastaj në reagimin e vendeve të Kuintit në emrin e ambasadës amerikane, ju bë thirrje të gjitha partive politike, jo vetëm qeverisë në detyrë. Ndërprerja e dialogu strategjik më pastaj është drejtuar vetëm qeverisë në detyrë. Ndërkohë thirrja e Kuintit në logon e ambasadës amerikane ka qenë nga gjitha i dënon sjelljet e gjitha partive politike që e pamundsuan certifikimin e listës serbe dhe kemi parë mbështetja për gjykatën kushtetuese. Ndërsa unë mund ta them me siguri këtë që sikur dikujt tjetër t'i kishte ndodhur kjo që i ka ndodhur Kurtit, unë jam i bindur në të kaluamën, po flas prapë në kaluamën që të kishim pas një qeveri në masa sanksionuese, një qeveri po ashtu e cila merr kritika të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vështirë që të ta kishte mbijetuar natën. Ndërkohë, lëvizja vendosje i ka përballuar krejt këto presione politike, diplomatike, në aspektin ndërkombëtar, publike po flas, pra paske nuk e di çka, mirë po presione publike nga bashkësia ndërkombëtare. Është e mundur që edhe vendimi për ta pezulluar dialogun strategjik gjitha ato sulme të vazhdueshme dhe të administratës kaluar. Është e mundur që edhe vendimi për dialogun strategjik është përdorur në veçantë kundër partisë së Kurtit. Nuk vjen si ndëshkim për Kosovën. Nuk thot ndaj partisë, komunikata thot ndaj qeverisë në detyrë për shkak të shqetësimeve që ata kanë me stabilitetin të shihet qartë që është fjala për sulmet, sepse 2-3 ditë më herët në Këshillin e Përgjithshëm lëvizja vendosje e orkestroi një fushat brutale politike ndaj gjykatës kushtetuese duke e kualifikuar edhe vijnë të përkthyera, të paketuara në kuptimin që po bëhen hapa jo të duhur për stabilitetin e që mund të jenë nënkuptuar për veprimet që ka bërë Kurti në veri në përpjekje për të mbyllur strukturat paralele. Po them, a është e mundur që edhe kjo përdor si mekanizëm për të ulur këtë ndikimin për të dobësuar pak fuqinë e Kurtit dhe... Po nuk e dija e kanë dobësuar, pra po tham, asnjë pushteti më hershëm, asnjë lideri më hershëm politik, sikur t'ish përball me kësi lloj presioni publik po flas. Pra paske nuk e di çka ndodh. Me kësi lloj sulme dhe kritika të vazhdueshme ndërkombëtare, qysh është përball kryeministri Kurti, nuk do ta kishte jetën e gjatë politike. Ne e dim fatin për një mosmarrëveshje të Dacit, për një mosmarrëveshje për një ceremoni të vorrimit me ambasadën amerikane, zyren atë kohë që ka qenë, zyre dhe e dim si përfundoi karriera e tij politike. Atëherë presionin ndërkombëtar vetëm i bën mirë Kurtit, po i përkthehet në sukses. Atëherë këto mund ta kuptoj edhe si një lloj ndryshimi që ka ndodhur i gjeneratave, një lloj ndryshimin e elektoratin e Kosovës që ka ndodhur, që nuk ekziston më e njëjta ndjeshmëri në raport me partnerët ndërkombëtar që ka ekzistuar në kaluamën dhe që
kjo si shduket po e fuqim politike që nuk po e alen shej Albin Kurtit. Përkundër këtyre kritikave dhe përkundër asaj që tha edhe Elmozi që ka pas basën prapaskene dhe investime që të forcohen subjekte tjera politike, që të minohet pesha e vetëvendosjes, paktën në 40 deputet, po nuk ndodhi ajo dhe nuk mund të përjashtohet lëvizja vetëvendosje, të paktën kur vjen puna te tema e presidentes, sepse pa 2/3 e prezencës në sallë nuk mund të zgjidhet kjo çështje e rëndësishme institucionale. Atëherë, këto investimet dhe ky presioni mbi vetëvendosjen nuk I ka ecur, le të themi, bashkësisë ndërkombëtare. Timi ambasador. Dëgjoj, agimun mjaft serioze është të pezullohet dialogu. Se kom dëgjuar shumë interpretime që thuhet që jo se prapaskeni thonë vepro kështu, mirë po ajo që e komponë Kurti ka arrit me sukses dhe ende sot po arrin me sukses ta shes narracionin që këto veprime janë të padrejta sepse po bëhen për ta penalizuar një qeveri e cila për herë të parë po tenton të vendosë rend dhe ligj në pjesën veriore. Pra ka arrit me sukses që ta fitoj betejën publike dhe politike në raport edhe me oponentët e tij edhe me këto kritika, por shkak se kjo është në rrugë drejt, është në rrugë tash, është temë tjetër për diskutim, a është kjo politike mirë apo Atëherë, është e a shihni këtu edhe strategji të ndërtuar mirë nga Kurti që ti përdor ato sulme, se thatë edhe ju që në të kaluarën, po të vepronin kështu ndaj dikujt, do të përfundonin në mosa sankcionuese, një lider në mosa të bëjes, mos mi shku për fasos të bëjes në zyre. Atëra është aftësi e Kurtit që përdor si strategji për ta përkthyer në sukses këtë presionin që ndryshimet unë besoj që ka ndodhur në elektoratin e Kosovës ndër vitet që nuk ekziston më e njëjta ndjeshmëri në raport me bashkësinë ndërkombëtare çfarë ka ekzistuar në të kaluamën, për shkak edhe të procesit dialogut ne kemi parë stagnimit e asimetrisë që ka pas Brukseli, kështu që gjitha këto janë këto kombinatorika që ka arritur brenda narracionit të Kurti ti paketoj dhe ti shes si suksesi i tij politik. Edhe në raport me bashkësinë ndërkombëtare kemi pas ne edhe një opozitë e cila ka qenë këtë drejtim totalisht e paqartë, konfuze për një mandat plot dhe këtu ja kanë shtruar terrenin që mi përballu gjitha këto presione politike. Mirë, nëse s'keni përshtu diçka, jemi në fund, po urna Elmas. Çështja e Kurti, çka përfaqëson kështu si format politik. Ai ka rri prej zeros me një strukturë të vogël të njerëzve me e ndërtu një lëvizje politike e cila brenda 10 viteve e ka fjalën kryesore në skenën politike. Gjithë tjerë të dash me kriju një farë trashëgimie, me marrë diçka prej popullit, me përkthyja ato në struktura, ato struktura me ndërtu një farë kauze caktume për me mujt me u bë pjesë e garës. Do thotë ky bën një farë përjashtimi prej praktikës zakonshme të zhvillimit. Po mirë, kjo nuk mund të cilësohet si trashëgimi aktiviteti i tij në vitet 97-98 si lider i studentëve. Nëse po flasim që gjitha partitë kanë trashëguar diçka nga lufta nga e kaluara. I ka 20%, LDK-ja gati i bën edhe pak i bën 40 vjet traditë politike. Po dhe ende ka një elektorat që voton për Ibrahim Rrugovën. Ka një trashëgimi prej asaj që e ka kriju gjatë organizimit paralel në kohën e regjimit të Serbisë. Ekipët DK në AK-n që i kanë marrë vlerat e luftës edhe i kanë kapitalizu për me ndërtu masanej struktura, me u fuqizu si parti politike dhe vazhdojnë me ashtëriu dhe që kanë ende dhe më spupike edhe pak që me mujt me mbjetu politikisht. Po dhe kjo nuk është nga hiqi, edhe kjo ka shfrydzu rebelizmin e ti, rezistencën e ti. Shpejtësia me cilën prej momentit kur kjo u fut në institucione, po. Edhe me ti marë 50% mas 10 viteve, është jo e zakonshme, apo kupton. Dhe kjo flet shumë për mënyrën se si ai e percepton aktivitetin e vet politik. Po Kurti e ka shfrytzuar pa krahasim që është krijuar ndër vite më pastaj. Jo, ai ka kapitalizuar. Mllefin shoqëri ndaj këtyre pse këto partitë, realisht këto partitë kanë krijuar politik, është krijuar që ka arritur edhe me sforcu këtë percepcion që ata fituesit po i morin këtë për veti, ndërkohë popullin po e lojnë pa asgjë. Mllefin shoqëri kjo ka artikuluar politikisht. Ka hyrë mes të sistemit dhe popullit dhe kjo është bërë zëdhënësi i... Ka mundur ta... Dëgjoj, kjo është ashtë një temë specifike.